Paqja fiskale e miratuar së fundmi në kuvend me shumicë votash dhe e prezantuar nga qeveria si një mundësi për formalizimin e ekonomisë është vënë në shënjestër të kritikave nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Në raportin e konsultimit të Nenit 4 për Shqipërinë për vitin 2025, të publikuar në 23 dhjetor, FMN-ja paralajmëron se kjo nismë përbën rrezik serioz për administrimin dhe përmbushjen tatimore. Sipas FMN-s, marrëveshja e paqes fiskale mund të dëmtojë progresin e bërë drejt ndërtimit të një sistemi modern dhe të barabartë tatimor, duke krijuar gjithashtu shqetësime në lidhje me identifikimin e të ardhurave të palishme. Në raport thuhet se vëllimi potencialisht të konsiderueshme fondesh apo asetesh të padeklaruara më parë mund të futen në sistem financiar formal duke rritur rrezikun e pastrimit të parave. Në kapitullin e investimeve publike dhe partneritetit publik-privat, FMN-ja rekomandon forcimin e analizave të fizibilitetit dhe kontrolleve të vazhdueshme për të garantuar që projektet të jenë të mbivlerësuara, prioritizuara dhe që duhet të zbatohen në mënyrë efektive. Raporti ndalet edhe te emigracioni, i cili sipas FMN-s pritet të përbërë një problem gjithnjë më serioz në afatgjat. Një rënje më e fortë e parashikimeve të popullsisë në moshpune mund të thedhojë mungesën e fuqisë punëtore, të rrisë presionet inflamacioniste dhe të ngadalsojë rritjen ekonomike. Në të njëjtën kohë, FMN-ja parashikon se ekonomia shqiptare do të vijojë të rritet me ritme të qëndrueshme. Rritja e ekonomisë pritet të jetë 3.5% në vitin 2025 dhe 3.6% në vitin 2026, e nxitur kryesisht nga konsumi privat, rritja e pagave dhe sektori i turizmit, i cili mbetet motori kryesor i ekonomisë. Inflacioni parashikohet të arrijë objektivin prej 3% në gjysmën e dytë të vitit 2026. FMN-ja vlerëson pozitivisht politikat makroekonomike të ndjekura nga autoritetet shqiptare, duke theksuar se disiplina fiskale ka ndihmuar në uljen e borxhit publik, ndërsa politika monetare proaktive ka mbajtur inflacionin nën kontroll. Rezervat valutore vlerësohen të forta dhe pozicioni i jashtëm i vendit konsiderohet më i mirë se sa niveli diktuar nga faktorët themelor ekonomik. Megjithatë, raporti paralajmëron se rreziqet për ekonominë shqiptare janë zhvendosur drejt kraut negativ për shkak të tensioneve gjeopolitike, pasigurive në tregtinë globale dhe luhative të çmimeve të lëndëve të para. Në planin e brendshëm, rënja e popullsisë në moshpune mbetet një sfidë serioze. Në funksion të objektivit për anëtarësimin në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030, FMN-ja thekson nevojën për shpejtim të reformave strukturore, produktivitet i ulët, të ardhura përfrymë që janë rreth 1/3 e mesatares së BE-s dhe sfidat në qeverisje, trungun e punës dhe klimën e biznesit, cilat mbeten pengesa kryesore për konvergjencën ekonomike.